Përshëndetje të gjithëve. Dikush nga ju këtu edhe mund të përlotet për këta njerëz që sot na mungojnë, por që i kemi çdo ditë në sy, në mendje dhe në zemër. I kemi në këtë libër dhe do të mbetet të gjallë, se kush hyn në libër mbetet i gjallë. Fillimi është i mbarë, fillimi i mbarë është gjysmë e punës. Kjo pjesëmarrje me fjalë disi është e mbarë. Dhe unë do thoshja që unë them se e bëra gjysmën e punës. Ne e dinim që ju për ne krijuesit keni edhe respekt e dashuri. Edhe ne ju duam e ju respektojmë. Duam e respektojmë njëri tjetrin. Mi se erdhët në këtë event, ju familjar të personazheve të librit. Mi se erdhët ju shkrimtar, poet, ju shok e miq të autorit. Mi se erdhët ju profesor, intelektual e qytetar Gjirokastrit. Një grup shkrimtarësh dhe intelektualësh Gjirokastrit organizoi sot promovimin e librit më të ri të poetit Betim Beqiri. Ky auditor i zgjedhur sot kërkonte edhe një profesore të zgjedhur si Republika Shumi. Mbi se vjen profesor i nderuar për të folur për vlerat e këtij libri të poetit Betim Beqiri me titull Lotët e Qirinit. Republika këtu paranesh për shokun e saj të klasës Betim Beqiri. Ndoshta edhe letësinë botërore, për specifikën e saj të grupimit të gjitha poezive legjake, me 195 poezi të tilla, dedikuar dhënjes politike nga jeta të njeriu të dashur, të afërm, të njohur të poetit, por në raste të ndryshme edhe të lexuesit. Përmes këtij durimi, unë do ta quaj Petritin një bamirës shpirtëror, që krijon e jep dashuri, empati dhe dashuri për njeriu në përgjithësi. Poezitë e tij kultivojnë kujtesë kolektive për vlerën e pashmuar të virtuteve më të mira universale njerëzore. Këtë donacion, thonjza, ai e bën në mënyrën më të drejtë, më të sinqertë, më të natyrshme, pa kërkuar asnjë lloj kompensimi për angazhimin personal, mundi dhe lodhin e tij në procesin krijues. Valjet e tij kultivojnë dhe zhvillojnë njohjen në thellësi, respektin dhe dashurinë për çdo gjë njerëzore në udhëtimi jetë vdekje drejt terminalit. Poeti ka shpëtuar me mëshirë rrezikut të pesimizmit dhe nihilizmit, që mund të derivote nga fakti i fokusimit në motivin e vdekjes si problem kyç ekzistencial, ku shpeshherë spekulohet në forma të ndryshme nga teoriciet dhe filozofët të sotëm. Edhe vetë vdekja në pozicion e autorit pasqyrohet përgjithsisht në psikozën popullore eufemike, si ike nga jeta, humbje, udhëtim pas zhvim, mungesë. Poezia e këtij vëllimi pavarësisht se iniciohet nga humbja e jetës njerëzore, për arsye nga më të ndryshme, për shkak të moshës, sëmundjeve, aksidenteve, pasqyron patriarshi vazhdimsinë e jetës, në koloritin më të larmishëm, më të pasur, përmes konkretizimit të spikatur shpirtërore profesional të të hundëve. Vëllja e poetit është shoqëruese e empatisë për të ikur nga jeta pa përpar hierarkie, në rafsh profesioni, religioziteti, shtresa sociale ose racore. Kjo, si dhe lirizmi spikatur, e bën poezinë e tij universale, në termin e vet humanist, duke deputuar thellësitë të shpirtit të çdo kategorie lezuesish. Po kështu, vargu i zi dedikohet modeleve dhe figurave sa të fesë muslimane, aq edhe të krishterë, përmes besimit të njerëzve. Kjo veçori e poezisë ka ardhur si rezultat i dy profesioneve që Petriti ka ushtruar në jetën e tij, atë të mësuesit dhe gazetarit të telekronisë. Këto profesione ka lidhur me treva të ndryshme dhe njerëz prototipa të rrethanave gabim. Ashtu si kameramani fikson objektin apo personin në tiparet më të dukshme, edhe poezia e tij është në shumicën e rasteve minimaliste, duke u përqendruar në tiparet më të spikatura të njeriut të humbur. Të tilla janë shumë poezi, disë të cilave poezia Vdekje, Skulptori, për Stefan Papamihali, ku shkruat: nuk e di pse të pash, në ëndër të vdekur, të shtrih lënit, në duar të mbetur grusht, ku shtungon datën e tij të mbetur. Të tilla janë Poleksi e Gjerfinos, është një poezi shumë interesante që tregon evolucionin e teknologjisë, dhe ky Poleksi që filmonte vetëm pa ngjyra, pa argëzim, u revoltuar në poshtë në kamerën e Petritit. Ose se përkthej dot ikjen tënde, ku seksohet lidhja e Renës nga anglishtët në fushën e saj, në fushën e kuptimeve apo të mësimdhënies. Ruhet përgjithsisht struktura e energjisë klasike me pak vargje, por ka dhe disa që e ka përsejt të strukturë formale. Poeti ka një këndvështrim të mprejtë në detajt në specifike të personit të larguar nga jeta. Të gjitha poezitë e tij realizojnë një portret në miniaturë të humburit, që është adekuate me përfiturimin tonë për personat që i kemi njohur.
Kjo I bën ata më të qëndrueshëm në kujtesën tonë, më të paharrueshëm në përjetësinë e tyre. Me këtë lloj poezie, në një farë mënyrë dokumentare, vetet një dokument për qytetin ose rrethin tonë. Profesionet e tij I kanë dhënë autorit mundësinë e prekjes dhe njohjes së jetës së vetëve të shumë trebave të vendit tonë, në fshatra dhe qytete të ndryshme, si Gjirokastra, Tepelena, Shkodra, Saranda, Delvina, Memalia, Himara, Deliciani, Pogoni, Mallakastra, Fucirat, Fushbardha dhe shumë e shumë emrat e tjerë vendesh, kanë mori individesh me të cilët ka patur lidhje marrëdhënie, humbja e të cilëve ka rëndëruar të pashtruar kujtesën e tij. Poezia e Petritit na jep kështu modelin e njeriu social, me dhembje dhe dashurinë për tjetrin, me kuptim të jashtëzakonshëm e tjetrin, gjë që I mungon njeriu të shoqërisë sot moderne. Dhe në përgjithësi marrëdhëniet sot po zben gjithmonë më shumë në aspektin njerëzor, dhe po vetose në aspektin më shumë tregtar, biznesit, themi. Një veçori e poezisë së Petritit që është reagimi drejt për drejt dhe menjëherë pas humbjes së jetës së dikujt, për shkak të moshës ose raste tragjike të smundjes, si rasti Covid-19 apo tërmeti në vendin tonë. Këtë I pare kemi ndjekur shkrimet e tij të herë pasesh në Facebook. Vendi I tij përfshin një rreth të gjerë social, një vend të rëndësishëm në zonë elegjik personale, dedikuar njerëzve të rrethit të tij familjar. Janë aq shumë shpresë të ndjera poezi që kushton Nipit, Alesios dhe nënës. Po kështu poezi për baban, Xhaxheshën, Hallën, Vjerën, si të gjitha këto poezi. Këto karakterizojnë, të gjitha poezit karakterizojnë nga një lirizëm dhe ndihmëri e veçantë. Disa poezi që mund t'i quajmë elegji publike, shprehin ndërmjet qytetare për humbjen e figurave të njohura të kohës sonë në Gjirokastër. Duhet ta thyejmë një tabull ose kaluarës për të mos I përmendur emrat e të ikurve nga kjo jetë, siç ka mbetur tradicionalisht dhe shumica e njerëzve nuk I përmendin emrat e të vdekur familjet e tyre. Ne do t'i përmendim me këtë rast dhe me emrin e tyre, sepse kështu ne I ruajmë shumë kujtesën tonë, I bëjmë të pavdekshëm shembull dhe kontributin e tyre në brezat që vijnë. Të tilla janë poezit për Irena Sheun, Drimit Dobin, Berti Sheun, Anjel Finon, Haxhi Selfon, Muedin Nakri, Lambi Dillon. Janë originale në realizimin artistik, edhe elegjit publike për humbjen e njerëzve me përmasa kombëtare, si Petro Marko, Dr. Agolli, Musine Kokallari, Ricard Ljarja, Stefan Papamihali, Haje, Ron dhe tjerë, të cilat dallohen për specifikën e konceptimit të poezisë në një krejt originale. Elegjit e Petritit I ka përcjellë kufijtë e vendis njerëzor, sepse përmes tyre ato pasqyrojnë njëkohësisht probleme sociale të kohës, siç është shkërbeti, aksidenti me jetën e përditshme, vrasjet, dhe këto janë poezi që ka përcjellë edhe kufijtë shtetëror të Shqipërisë, siç është poezia Gjelidona, apo poezia për aksidentin në Drekën, ka shumë poezi të cilat e ngjefin në perceptimin e tyre. Njërësi emancipuese për mentalitetin shoqëror është vëmendja e tij për shtresat e marginalizuara, veçanërisht për romët. Kemi lexuar shpesh në Facebook poezi mjaft të bukura të autorit, të frymëzuara nga jeta e romëve, për zakonet dhe rritjet e tyre ekzistenciale. Edhe në këtë vendim, ai nuk është I ndarë nga jeta e tyre, mjaft poezi u dedikohen me emër identifikues dhe veçoridaluese, personave nga kjo shtresë, duke shprehur dëshpërimin dhe dhembjen për humbjen e njerëzve të dashur. Ka poezi që kanë forcën shpresë dhe artistike të gjinive më të gjera letrare, që mund të merren si kujtesenca për dramë dhe tragjedinë në miniaturë. Të tilla janë Nuk e kishe radhën, ose Tundu Liri, Kënga e vetë të Liri, Gjevahiri, Ordur Gjevahiri, Befasi e tjera, të cilat krahas vendjes për të ikurit, me detaj të kusur, me marrë informacion kyç edhe për jetën e tyre. Është me vite poeta që vendi dhe vatimin për ta e skifon me mishtri dhe në mënyrë të përkohë, në përputhje me talentin dhe çorin dalluese jetën apo profesionin e të ikurve. Kjo dukuri I jep dritë, dashuri dhe besim lexuesit për vazhdimsinë e jetës, edhe pas humbjes së njerëzve të dashur. Shmanget kështu me mishtri të loke ekstreme dhe pesimizmi gjatë leximit. Gjithashtu shmanget dhe monotonia e trajtimit të njëjtës motive në poezi të ndryshme, të cilat ndryshojnë në mase nga konceptimi dhe realizimi artistik I tyre. Ne thoshja që dhe titujt janë shumë të blusë, kapituj të zgjedhur për të çuditshme shumë të gjetura që të tërheqin që ta lexosh poezinë. Në fond të përjetimit nga leximi I poezive janë të mërkushme krahasime dhe lidhja e jetës së të humburve me natyrën, në rastin të shumë, probleme specifike në profesionin e tyre. Për shembull, poezia Nikja e Drenit, kushtuar me të Drimit Dobi, poet I shkruar: Vite fundit me përmbytje, në balldimin të ftohtë, termometri ematike, jo me zhi, por me lot. Një hapësirë të re dhe mjaft të gotitur, gjetë poezia time në nkese folklorike dhe mitologjike. Shumë e realizuar është
kush e solli Lefter Milon, e konceptuam legjendën e sjelljes së vajzës nga Kostandini, poezi një gjetje shumë e bukur. Është inverse, kundërta e legjendës që kemi ne në mitologjin tonë. Një pjesë e legjive ruajnë masën dhe shprehjen poetike të epitafit, të cilat mendojnë te mu se duhet të interpretohen si figura, se janë të përsosura në anë formale dhe në konċezitetin e tyre. Nuk e di janë përdora por jo, mendoj unë. Duke falenderuar Petritin për lirizmin dhe mështrinë artistike në krijtarinë e tij, ndrojnë vetimet të mëteshme, këto sa më pak të figoj e në spaci të hasë Doj të gjitet në skenën e improvizuar shkrimtarin e kohëve moderne, që lundron mbi metafora Odisea Koten, i cili në vitin 2022 me romanin amerikani zuri vendin e parë në shkallëvendi. Petrit Beqiri është një nga poetët që prej shumë vitesh lëvron poezinë shqipe. Dhe her pas here mua më ngjan me fatin e Frederike Reshke, për arsyen e thjesht, sepse Petriti në mënyrë të pazëshme ka lëvruar poezinë shqipe, por dhe kritika e ka lënë më ngjan këtë poet kaq të rëndësishëm. Frederike Reshke sot vlerësohet dhe cilësohet si një ndër poetët më të mirë shqiptar të gjitha kohërave. Askush nuk e tha këtë gjë në gjallën e tij. Ai nuk e mori vesh dhe nuk e di akoma që është një poet i madh kombëtar shqiptar. Dhe kjo ka të bëjë me ndjeshmërinë dhe vëmendjen e publikut ndaj figurave të tilla, ndaj personaliteteve të tilla që sjellin një produkt kaq të rëndësishëm siç është poezia. Poezia nuk është një gjë e thjeshtë, poezia është luks për një shoqëri. Do të doja që të ndalesha në disa mendime modeste, sepse më pëlqeu shumë dhe do t'i bëj një kompliment Ertet Gabës që ka bërë para tani, dhe sigurisht dhe profesore Republikës për analizën që i bëri vëllimit. Unë mendoj që ky vëllim poetik është krejt i veçantë, është unik dhe i pandeshur në letërsi. Nuk ka një vëllim të ngjashëm në të gjithë letërsinë botërore. Në këtë vëllim me poezi, po dhe në të gjithë krijimtarinë e Petrit Beqirit, unë kam ndeshur gjithmonë pak naim, pak asdren dhe pak askush por atësi. Dhe ky është një kompliment i madh për autorin, sepse të kesh të tretur brenda ADN-s tënde, brenda psikikës letrare, brenda psikologjisë së krijimit, ta tre poetë të mëdhenj kombëtar, sigurisht që produkti do të jetë një produkt shumë i mirë. Kjo e bën poezinë e Petrit Beqirit një poezi, po themi, demokratike në sensin e të pëlqyerit masiv, por dhe me nivelin dhe cilësinë e duhur estetike dhe poetike brenda ligjësive të krijimit të artit të poezisë. Të gjitha poezit e këtij libri, prej Alesios dhe deri në fund për babajn, janë dedikime shpirtit dhe mund ta quaj këtë një lloj letërsie qëllimore. Ndryshe nga organizimi i strukturës së një libri me poezi, tu kemi një organizim qëllimor. Dhe ashtu si thot Brehti, njeriu shkruan atë që shikon brenda zemrës. Dhe Petrit Beqiri ka shkruar pikërisht atë që ka parë brenda zemrës. Në këtë vëllim ne kemi poezi për të gjitha kategoritë e jetës. Dhe duke e kundërshtuar disi profesorë e Republikën, Petrit Beqiri nuk ka shkruar thjesht për shtresat e marginalizuara. Por Petrit Beqiri në psikikën e tij nuk ka shkruar për herojin, por ka shkruar për njeriu. Sepse ne shpesh jemi mësuar të shkruajmë për herojin, për ata që bëjnë diçka, ndërkohë që shumica janë njerëz të thjeshtë me të gjithë spektrin karakterial të jetës së tyre,
me të mirat dhe me të këqijat. Sigurisht që të shkruash për njerëzit e thjeshtë është pak më e vështirë se sa të shkruash për herojnë. Kur them janë të gjitha kategoritë e jetës dhe kemi një galeri të jashtëzakonshme që vetëm syri dhe talenti dhe këtu është pjesa që gazetaria i ka dhënë borç letërsisë. Syri dhe talenti një gazetari, në këtë rast gazetari filosh, një kronisti dhe telekronisti të sprovuar në vite, mund t'i kapte dhe t'i qëmtonte, sepse është shumë e rëndësishme në morinë e ngjarjeve, në morinë e akteve të pafundme që ka jeta shoqërore, ti të përzgjedhësh dhe të procedosh mbi lëndën në mënyrë shumë të shpejtë. Dhe kjo është një cilësi që e ka pikërisht një gazetar i këtyre përmasave. Po ta shikosh nga një këndvështrim tjetër, në libër ne kemi një qytet të vdekurish. Pra, kemi një qytet nën tokë, me të gjitha këto personazhe. Këta të vdekur zgjohen përmes poezive të Petritit dhe kërkojnë të ndërtojnë urat e tyre për të dalë mbi tokë, për të komunikuar, për të shpalosur, mbas edhe ato që nuk i kanë thënë ende. Për të shkuar te familjet e tyre, për të pyetur dhe për të bërë dhe jetën e të gjallë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. E tha pak profesore Republika që mungon pesimizmi. Unë do të shpjegoj pak më poshtë, mungon vetëm pesimizmi, po autori ka shpëtuar patetikës dhe një lloj skematizmi që sigurisht të ndërtosh në mënyrë qëllimore do të biesh dashur pa dashur në të. Poezit janë të gjitha me strukturë didaktike, që do të thotë poezia për fëmijën ka të gjithë mjetet, të gjithë figuracionin, të gjithë elementet e botës së fëmijës, deri te pika shenja e pikësimit, deri te pikëshutitja, deri te alfabeti, deri te një logë fëmijore e tjera. Secilin Petripi e vendos në habitatin e vetë, me mjetet shprehëse të moshës, profesionit, gjinis, kulturës, lidhjes fisnore, aktivitetit social të tij e tjera. Gurgdhënësin a i e vesh me cifra guri, sepse ky është habitati i tij. Dhe me ato a i krijon poezinë për njeriu që është marrë gjithë jetën me gënjë. E thash pak më lart, poezit ndonë se janë të dedikuara, i kanë shpëtuar patetikës dhe afshëve të vajtë dhe të dhimbjes, që sigurisht vetëm të nënkuptuar prej secilit lexues, sepse secili gjen njeriu e tij gjen njerëzit që njeh, gjen shokët, gjen miqt, gjen bashkë lagjës i ka qytetarët e tij. Por të gjitha këto poezi që i kanë shpëtuar patetikës, janë ngritur në rafshë të admirueshme estetike, sipas ligjësisë së krijimit estetik. Pra nuk kemi të bëjmë me një këngëtar popullor, nuk kemi të bëjmë me një folklorist. Kemi të bëjmë me një krijues që lëndën e merr dhe sipas ligjësive të estetikës, ndërton poezinë, pra ndërton artin e tij. Fabulat dhe detajet dhe shpesh me këto, mua këto më janë dukur dhe si poezi të xhamta. Lexoja poezinë dhe më duket sikur pas xhamit shikoja portretin e personazhit. Kaq të detajuara janë, dhe prej fabulës, dhe prej detajeve, me cilat autori është përpjekur të krijojë çdo poezi, dhe në rastin të tyre e ka dalë. Figurat letrare, siç thash, janë qëmtuar me shumë kujdes, për të sjellë jo vetëm atmosferën, por mbi gjitha për të krijuar atë univers poetik dhe gjurmën dhe mahnitjen estetike që i mbetet në mend çdo lexuesi. Personazhet, ashtu siç thash, si kur dalin nga qepshi dhe hyn pastaj në jetën reale dhe lexuesi komunikon me këto personazhe.
Këto poezi janë njëra më e bukur se tjetra, por në strukturën, në mozaikun e vullimit, ato gjemojnë faction, sepse gjemojnë historia e tyre, që është historia e një qyteti tjetër nga qytetit e gjallë. Është historia e qytetit anëntokës. Se cila prej këtyre poezive sipas meje është një sagë. Ju e kuptoni do të thotë fjala sagë. Është bërthame një romani, e një drame, apo e një filmi me metrazh të shkurtër apo të gjatë. Ka që ngarkuar me detaje, imtësi, kumte e parabola njërzore, janë këto poezi. Nëse do të bëja një anatomi të shkurtër të tyre, unë do t'i ndaja në 3 elemente, në 3 dimensione që ka përdorur autori. Spari, dhimbja dhe mendimi poetik janë më së miri të kontrolluar. Autori nuk i ka lënë dorë të lirë, ose nuk ka qenë i shfrenuar në të. Dhe ky është sens mase shumë i domosdoshëm për të ngritur struktura bashkëkohore të poezisë. Së dyti, unë do të thoshe që insibiliteti emocional ka ardhur në masën e duhur. Do me thënë, poeti, për hir të ligjësive estetike të poezisë, ka ruajtur masën e duhur, kështu si që njeriu këtu bën kafen, i hedh porcionet e duhura për të nxjerrë kafe të mirë. Pra, nuk e ka tejkaluar emocionin për hir të ngarkesës emocionale, për hir të ngjashmës të moshës të të ikurit e kështu me radhë. Dhe së treti, po sipas meje, kemi një realizim stereoskopik ose klinik të rëndësishëm të gjithë objekteve që përdoren në strukturën e lektimit të një poezie. Sigurisht që raporti jetë-vdekje, duke filluar prej Homerit të parit ton, i ka dhuruar njerëzimit tema dhe zhanre të tëra. Në këtij raporti midis jetës dhe vdekjes kanë lindur dramat, tragjedit, kanë lindur temat madhore, dhe të gjitha këto kanë rezultuar të qëndrueshme shekull pas shekull, deri në ditët tona. Paraqitja në poezi, dhe tu bie dakord me profesorën Republikën, e personazheve reale, me dëshirën e poetit që me çdo kusht, ata të kthehen përmes poezive në shtëpinë e tyre, për t'i pasur pranë, por njëkohësisht dhe pa mundësia e realizimit të saj, na bën ne të përballemi me kuptimin e vdekshmërisë dhe vlerën e dashurisë njerëzore. Ky raport është shumë i rëndësishëm në këtë kontekst. E thash dhe më lart që Petriti nuk shkruan për heroj, ose për ata që kanë bërë dhoma të mëdha, por shkruan për njerëz kaq të zakonshëm, të thjeshtë, dhe temat e tyre janë ndërthurur aq ngushtë me strukturën e lehtësisë të artit dhe të dramës tonë, sa na duken gati të pashmangshme. Ne do thoshim pse se ka bërë Petriti këtë poezi për këtë. Pra na duket e pashmangshme kjo gjë. Por treglizimi kompleks i të gjitha karaktereve që janë në poezitë e këtij libri përbëjnë parabolat më unike, më njerëzore, si vlerë dhe kujtesë për qytetërinë shqiptar. Krenari dhe me mendime të thella për gjithë lexuesit, si pasardhës të drejtë për drejtë të emocioneve që ndjejnë dhe kam fjalën këtu për të afërmit të tjera, por dhe për lexuesit e tjerë që ndjejnë dhe shijojnë nga këto poezi. Mbi të gjitha poezitë e librit të Petritit kanë edhe një vlerë sui generis, një vlerë purifikimi për secilin prej nesh. Ato janë një ftesë e hapur për të gjithë shoqërinë, për të bërë njerëz më të mirë, kundër egoizmit dhe dimensionit të pranimit kulturor të tjetrit.
vlerës të jetës së tjetrit. Ka një pyetje dinake në vetësi, që vetë për të autor, po në të rast për të në problematitë. Pse shkruan Petrit Beqiri? Unë besoj që Petrit Beqiri, si shumë nga autorët më në zë, dhe prandaj e njësa me reshpje, shkruan për ta quar lexuesin tek ai limani i meditimit, ku ai në vetmi të flasë me veten, të meditoj me veten dhe të nxjerrë konkluzionet e mëdha të jetës. Në fund të fundit të njohë veten. Kjo është vlera e një filt e një libri të tillë, si thash, i pahasur në letërsinë shqipe, po sipas me Ajsa e njohun, i pahasur dhe në letërsinë botërore. E triti zyrës, se kemi qenë një zyrës, të vëroj i gjithë të mira dhe suksese. Tani këtu kam aktorin e jo Buxhet Alikaj, më thot pa prezantim, po unë do bëj ritualin, nuk dal nga skenari. Për Alessio Beqiraj, ëngjëllin e bukur që unë da nga jeta në moshë fare të vogël, 8 vjeç, duke lënë pas për prindrit, gjyshit, të afërmit e tij, një dhimbje dhe helm të madh. Të poezit të parë të librit Homazh, në interpretimin e aktorit të njohur të skenës teatrore Buxhet Alikaj. Një poezi i dedikohet Skënder Veliut, shoferit fushbaras, që s'la asnjëherë në udhë, asnjë njeri që ta zinë minat, zëri lodhur në përkorda. Kjo poezi dedikohet burrit fisnik të dashur të mirë, Gjirokastritit Sabaudin Kodra, me të cilin edhe unë takohesha e përshëndetesha me respekt e dashurinë e tij. Këto dhe poezin tjetër O Mikel O Loti 7, që i kushtohet Mikel Likut, që unë da nga jeta në moshën 20 vjeçare, nga një mjeshtri fjalës artistike Kudret Alikaj. Fjala e Kudretit këtu është një gur i rënd. Kaq kam në dorë, Kudreti një herë do ta nxjerr këtu, që një rrugë e 4 punë, një rrugë e 4 recitime një herësh. Mirë se të vish, i dashur. Do t'ju prezantoj në fillim poezi Zëri lodhur në përkorda. Në malin e gjerë, brenda gurit të rënja, Gjirokastrës tënde i fole me shënja. Zërat në përkodra, zërat në brëndra, Sabaudin Kodra, si mbajte brënda, lodhur në përkorda. Ike i pagoj alfabet me prekje, si fjale pa thënë, gjesti yt në vdekje. Të kërkon me sy shotja jote jetës, shtruar për të dy tavolin e drekës. Do të në pak radhën që vendosi moderatori, sepse sot është praverë. Dhe ka një memorie epitaf për Haxhi Selfon që nga ka bërë të gjithve neve këtu krenar. Epitaf për Haxhi Selfon. Zogj që vini çdo praverë, jam ku më keni lënë, në më zbulofshi një herë, do të gjeni vetëm këngë, o sallimje që le pas. Kushtuar shoferit Skënder Veliu, që ne, që kemi mosh ne ati transporti një herë një kohë, ishte njeriu që nuk nga linte në rrugë. U fute në kthes të madhe, shkele borien e gjatë, ikja jote tundi malet, në shkëmbim, arrest kardiak, së e emrit përvëlues sot në ditë alfabetit,
Sullëdot pjesës mohuese, hapi udhën e gjenetit, si na ike o Skëndera, hape kraun në parajs, këtë herë si pasajerë, sa dhimbje që le pas. Ikja e Berti Shehut, si faqe mali palure, fund të prili hapin e ndali, që për ty të bëj vënd. Një lule në faqe mali, sot ka marrë emrin tënd, emrin që u rrit në male, sot si dhimbje po e mbani, se me lule po që halë, Berti Shehu, Berti Gjani, tharë lullet nga i ftoti, dora jote që i mboli, të gjitha implodi Zoti, ti hodhi të kashivoli. Shkono Berti balë shqote, si qas pushimi ule, na njason kjo ikja jote, si kapje mali palule, emrit si vend takim, ikja jote një adres, sa herë që ke një nxitim, eja te Shehu të pres. Shtati yt drini i shtrirë, në një ditë me shi si sot, lëviz si një lajm i ngrirë, në një të imbushje me lot. Ditë e fundit me përmbytje, në balë dimri të ftohtë, termometri e mat ikje, jo me zhitë, por me lot. Unë i kam zgjedhur gjithë poezitë si pas temës që të më... se ka disa poezi që janë shumë të forta dhe dua t'i në përnë. Një mik që kemi parë të gjithë tu ka qenë Edi Pesha, që iku nga sëmundja e Covidit, edhe e vërtet në ka lënë në trishtim. Shtibje le o Edi Pesha. Vargun me ngjyrëzi e vesha, në ditën që lindi Krishti. Këmbanën e kishës Pesha, me gjurës të saj gërbishti, kuror që lëviz me prekje, në grash të Krishtit lindu, një lule me male vdekje, mbetur si hapi papindur, se besojnë me gjithë mëtë. Qeto Pesh ka që bërë. Pesha e mbi emrit tënd, në baltë të të lekë. Anë do të bje një nga poezit më të dhishme, o Mikel, o Loti Shtatë. Në kujtim të Mikel Ligut ndar nga jeta moshë 20 vjeç. Nën koriku djegur flak, dhimbje madhe o Mikel, korikut ju bërë plak dhe munges në apel. O lektere, djegur të frymët, rënuar si gjysmë fjallë, tund kokën e lëviz tinës, flerës gjohesh si pjinkallë. Nëna vënë radhë beharët në raftet e farmacis, jep për një 10 vjeçarët ilacet me shënjë të zisë.
buzëqeshjen kush të prish. O moj vdekje pa vdekshme, për dënën që ju me shpirti je bërë lemës e përjetshme. Vishnit stinët njëri tjetrit, sheki byrë që nuk ndrua. Ndaj të lutem o vëllachko, spiro, jetoj edhe për mua, përpritesh në vendesa, se ike me kokën pas, si qershizat të dimbesat, korikut i rinë si ba, ndezur guri Gjirokastrës, fërguar me ngjyrë të zis, i jepuj në mes të vapës, loti i gjithë shoqëris. O Mikel, o loti shtatë, thërmuar e bërë liber, në të gjitha ngjyrat bashkë, ri si një copës praver. Petrit Beqiri se ka patur të letë për të bërë këtë libër, se poeti vuan në shpirt brenda, e përjeton dhimbjen e tjetrit, donjëherë edhe për lotet dhe prapë vazhdon të shkruaj. Një duhet rokite për Petrit Beqiri. Si shok zyre me Petritin e Nullëse, dhe si mik i ti, do të them 2 fjalë për librin, por shumë shkurt nuk do bëj analizën si profesoresh dhe në qoftë se Odisea ta është një midis Naimit, Poradecit dhe Asdrenit, unë do të them që është një vazhdimësi e shkëlqyer e trashëgimisë son gojore. Por e ngritur në atë, poezia e tij është një poezi që ka fabul. Dhe dyta, gjë më esenciale e poezisë Petritit për mua si artist, si aktor, është që ka gjetur, ne kur realizojmë një rol, themi ka gjetur farën e rolit. Ka gjetur bërthamën e çdo personazhi që e bën të shpëtojë nga të gjitha kusuret e tjera që mund të ketë poezia. Unë të uroj suksese dhe pash penta si këto që Ju e duhet rokitët atë, por disa nga ju nuk e njojnë. Ja do t'ju prezentoj me njëherë. Lindi në mashkullor, ati ku vrapin bashi turk, dhe lindi kënga të rapi në mashkullor. Shkollën fillore të veçare i bërin në lindje dhe të mesme në shkollën pedagogike e Gjirokasër. Vazhdoi studimet e larta për gjuhën e tërësisë shqipe. Ai nuk u bëi një mësues i mirë, por me talentin që kishte u bëi i njohur edhe si poet. Ka punuar mësues dhe drejtor shkolle në Fushbar, redaktor në gazetën Pararoja për disa vite. Në Bashkinë Gjirokasër në drejtorinë e kulturës që ne i falenderojmë se i kemi si ekip sot këtu dhe një respekt edhe për këtë event. Telekronisi televizionit shqiptar të Gjirokasër, është autori 3 librave me poezi dhe ka një 5-6 të tjerë në dorëshkrim, të mbaruara me fjalë pa botuar, është marrë me publicistik, është autori qindra teksteve këngësh me disa të tyre ka fituar dëshmime. E kush se mban mend Albert Sheru, i cili e shtronte sharpun në me lokalin në qendër të 18 shtatorit, përshëndetje i pari me ata që vinin në qytet, Berti i dashur dhe i mirë, o katar dhe i shkuar me të tërë. Po, se patëm fat që na kishim edhe sa vite mes nesh. Na kanë ardhur shumë përshëndetje. Të dizëm e radhë. Nga Abdullah Kenaci nga Kanadaja, nga Vlasova Musa, Ilir Musa, Antonio Lula, edhe shumë gjirokasit të tjerë që janë kryus dhe me banim në Tiranë. Ja që shkruan nga Kanadaja Abdullah Kenaci, urime të dyve, Çano dhe Petrit, aktivitet të mbarë dhe përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit. Më duket si kur jam edhe unë atje, me ju, në Gjirokasën tuaj, në Gjirokasën time. Ilyas Bobaj nga Patra shkrua, libri Petrit Beqirit, libri i vargur të bukur dhe të pasur politik, por ta mbi ngarkesa dhe inflacion fjalësh, e uroj për zëmësish mi kultim, kaloshi sa më bukur në të aktivitet promovus vlerash. Në përfaqet e Facebookut,
Nga poezia për Margarita Gjepan, shkruan Pano Halko, shkrimtar dhe gazetar. Iku një artist, këtheja dedikon Petrit Beqiri, aktore së madhe shqiptare. Iku një artist e shquar e zonjë madhe, ishte lezeti i këtij vendi, Rofsh, poetu i lëshuar për omazhin digjitos që i bëni. Nga poezia për Lefter Qipën, shkruan Violeta Muço, urime Petrit, i meriton vargjet e tua gjeniu i prekdetit. Petret Gaba, në arterit e poezisë së Petritit lëviz dashuria, i lumtur është ai që ndjen e prek madhështinë e saj. Një mikja jonë dhe poete, mikja e Petritit dhe njëkohësisht e imja që ka ardhur Henkas për të event nga Greqia, Mimoza Maria Edoni. Tek poezia buzëqeshja jote e shpirtit, vargje fantastike me metafora të goditura bukur. Tani, me që kemi fjalën që ta përshëndesim Mimoza Marien, Aedonin, se me të kemi folur larg, po sot kemi fatin ta kemi edhe afër nesh. Fjala për ju. Është kënaqësi e veçantë për mua që ndodhem sot këtu në këtë takim kaq të ngrohtë dhe të bukur, që i kushtohet fjalës të shkruar, mendimit edhe shpirtit krijues. Libri i ri i poetit edhe mikut ton Petrit Beqiri është rezultati i punës, i pasionit, i përkushtimit edhe i ndjeshmërisë të një autori që e njeh mirë fuqinë e fjalës, edhe di ta shkruaj atë jo vetëm me mendje, por edhe me zemër. Unë i uroj nga zemra suksese, pafund. Udhëtim të mbarë në librit, të shkoj sa më shpejt në zemrat e lexuesit, edhe pasofshin shumë edhe shumë bodime të tjera. Autoria ka dedikuar Spiro Zumës nga Jagucati, edhe shkruan para poezisë. Më rastisi që ballen e fundit në dasmën e djalit të tij, ta filmoja unë me kamerë. Sot që mora vesh largimin e tij nga kjo jetë, vendosa ta bëj poezi, si ngushëllim për fëmijët dhe njerëzit e tij të afër. Sytë e tu të ngrirë në një qast të pasmë, shikon në pasqyrë valle në një dasmë. Hapi në pasosje dhe sa duf që kishte, me dorë i palosje vitet pleqërishte. Shtena atë valle të ngritur në ftesa, para ndjenje madhe e lexojnë breza, vallin që të solli, vallja ku ti mbete, plaka ta mbështolli si shall në sepete. I pari në hale, në dasma i pari, ndarë hapi valles, tri për masa vari. Në vallin e fundit, i pavdekshëm mbete, si kuror me lule, po ta sjell në vdekje. Faleminderit edhe sukses. Muharrem Buçe, poeti i vargjeve të bukura për labërin dhe me gjërë, recituesi brillant si asnjë tjetër. Tek interpretimi i tij janë pasioni, ndjenja dhe dashuria. Fjala për ju. O mamaja ime ti, nënë, ku je futur, ku je fshehur vallë, më erdhe si flutur, më ule në shkallë. Pse ndenje aq pak, s'më the asnjë fjalë. Nëna ime plak, me rrudha në ballë, me rrudha në ballë, si udhë bregdeti, ku të çoj në vallë, o maro lezeti. Unë zitove shumë, more udhë të gjatë, ah e mjera unë, ike me merak. Kur të vi në port, lidhur ato duar, krahët si hapdot, në kryqëzuar. Do vi të puth pragun, ndryshe nga çdo herë, gurët e sokaku, si ti mbajnë erë. Lotët do t'i mbledh dhe do vi me vrap, bivar do t'i hedh në ditët me vap. Kam frikë mos pikon varri i ri, do të bëhem shtreh për ditët me shi. Për shamin e zez, po shamin e zez, se se mba në kokë. Do që të mos dalë as një thinjë flok, si di pika loti, dashuri të shtrejta, se ju mori Zoti në ditët të shenjta. Luli mu bëre me gjumë, këngë për lullëzimit.
Nënës ju bën në gjumë si kur po mbytej djali në një lumë të Greqisë. Dhe fatkeqësisht ishte e vërtet. Atë e rivarrosën pas një viti në vëglidhin e tij. Luli më erdhe në gjumë, si kur më mbyte në lumë. Ç'të bëja, o korba unë, lotët e shtonin më shumë. Zgjatje duart për mi val, as i vdekur, as i gjallë. Cili të ndihmoj vallë, të thoshje një gjysmë fjalë? Ah, moj ëndër kaq e lig, më erdhe në gjumë si shtrik. Më trembe, më ka dhe frikë. Xhire lulin, mos e mbyt. Lulzim emër pranver, je bër lule në përpen, je bër flad e je bër erë, të kërkojmë e do të stëgjejmë. Se një vit në dhe të huaj, bari varin kish mbuluar. Vime të kërkojmë me duar, mos flegjumë, a mos je zgjuar. Në vergo, o luli djali, erdhe i tretur nga malli, hapi syt, e shi nga mali, na varrose për së gjalli. Luli na erdhe në këngë, përveshur në gjysmë mëngë, si një natë me gjysmë hënë, si një ditë për gjysmë lë. Lylle syt, sa thjesht qike. Më the, shpirtin mbaj e ti, si fundin e një kronike, në një shirit barë e zi. Kujdes, shpirtin mos ma tund, mos e përplas në përdyje, djepit e dera në fund, për kundlot si kur të thyre. Mlodha shpirtin sopa, i mbajtur në një fund fryme. Kur i bëra bashkë të plota, më doli fytyra ime. Kur isha në shkollën e mesme gjeologjike në Prenjas, pata fatin të kisha edhe një mësues gjirokastrit, Tjalin e Lazaratit për të gaba. Por më ka marrë shpirti, sa herë më ka ngritur në dras. Por s'mundit më gjënde asnjëherë të vetme të pa përgatitur. Por sot e rrida ime për ta ngritur këtu. Por nuk e ngrë si lezues të thjeshtë, por me autoritetin e redaktorit të këtij libri. Mirë se të vish, profesor. Po dihet që zësi del më i mirë se ndryshe shoqëria nuk do kishte ecje. Me Petit Beqirin kam punuar e pim kafen pothuajse çdo ditë dhe poezinë e tij, krimtarinë e tij e pëlqej dhe dashuroj si një gjë të veçantë. Autori, poeti ka aftësinë, që të futet në zemrat e njerëzve. Kur mora në dorë shkrim në poezi Lot e Qiririt, ndjeva peshën e rëndë të dheut në duar dhe në zemër. Poeti Petit Beqiri më besoi parathënien e këtij libri të veçantë në llojin e vet. Kënaqësi dhe përgjegjësi njëkohësisht. Kënaqësi të jesh përquesi krimtarisë tip poetike, por edhe përgjegjësi nga që ky është një libër me një tematikë të veçantë, homazh për të ikurit, të afër, miq, njerëz të zakonshëm, të njohur rastësisht. Nuk është e lehtë të futesh në botën e poetit e të ngresh në nivelin e krimtarisë të opinionit tënd. Libri homazh qëndron midis dy jetëve, si dëshmi respekti e dashurie, si forcë për përballuar rikjen, si nevojë ngushëllimi, si mjet për të mos u dorëzuar vdekjes. Të ikurit marrin me vete trupin, por lën këtu shpirti. Morën syt, por lan këtu shkëlqimin e tyre. Morën zemrën, por lan ritmin e saj. Morën fytyrën, por lan të qeshurën. Na kthyen krahët, por lan gjurmët. Me këto detaje jetësore e përjetësoi poeti portretet e të ikurve. Unë i quaj gjithmonë të ikur dhe jo të vdekur. Petit Beqiri është poeti thjeshtave të madrishme. Ai arriti të transformojë portretin fizik në shpirtpamje. Poezia e autorit pulson, i rajnë damar, është e gjallë, e prekshme, e ndjeshme. Ajo nuk është as foto, as piktur, është jetë njerëzore në lëvizje, me rim dhe ritëm, me mall e mërzi, dashuri e mirësi. Ai e ktheu poezinë në zi dhe bari në varje për të mbetur të përjetshëm. Imazhin e tyre e ktheu në art dhe u thot njerëzve:
Doni të takoni? Ja ku janë, shmalluni. A nuk ndjekim në imazhin e njerëzve që nuk i kemi pranë? Në bazë të studimeve qoftë profetike, qoftë edhe shkencore, ne edhe me të gjallët, njerëzit të ardhapër, nuk jetojmë me gjithë jetën biologjike më tepër se 30% kohë. Pra asnjëherë nuk e kemi pranë. Ose nuk i kemi gjithmonë pranë. Por fiksojmë fjalët, fytyrën të qeshtë dhe jetojmë me to. Po për t'ikur tepër gjithmonë, shkruajmë epitafe, ngremë memoriale, thurim këngë për t'i mbajtur në jetë. Por një libër përmendore të tillë, siç e tha dhe poeti Odisea, nuk kemi hasur me aq sa artim, modestisht po themi, dhe unë me gjithmonë, domethënë e uroj Petritin, sepse këtu nuk janë 190 apo 200 personazh, po janë të gjithë të afërmit e familjeve tona. Dhe unë përveç se do quaja Petritin si Azdren, do të quaj dhe si eseninist. Ky libër është dëshmia e nivelit lartë të autorit, jo vetëm për tematikën e veçantë, por edhe për realizimin estetik të tij. Doni të dëgjoni ritmin e zemrës, ndiqni ritmin e poezisë. Doni të ndjeni dritën e shikimit, shijoni shkëlqimin e figurës artistike. Doni të ndjeni frymarrjen, argëtoni me rim plot muzikalitet. Doni të shmalleni me ta, ai dhe ajo nga parajsa sëret. Dhe këtu kam huazuar vargun e të madhit të Dragolli në rrah të librave kërkon. Në arteret e poezisë së Petritit, lëviz dashuria, i lumtur është ai që ndjen dhe prek madhështinë e saj. Ju falenderoj. Jo unë vetëm, por s'mund të kuptohet kënga Gjirokastrite pa këngën e mjeshtit të madh Landi Qenko. E mirë presim Landin para mikrofonit.
kënga që këndoi ministri Madra Dichenko, ta dini dhe ju që është kënga e dashur e zemrave tona dhe teksti është i bërë nga Petrit Beqiri. Faleminderit. Vite të largëta, po vija me tren nga Elbasani, ati ku kam banuar dhe punuar, dhe në tren takoj një gjirokastrit nga Mashkollora, a i quaj Met Këmema. Ka qenë ai këngëtar i famshëm në atyre viteve, moj ushtria popullore, garancia i e për ne, dil puno, dil lufton, ndër beteja. Edhe pim nga një kafe me të, edhe nga një raki se ne që jemi të vargje, edhe me unë e morremi në këtë plejat, dhe i bëra një shkrim në gazetën Luftëtari dhe betëm miqë. Por, më thotë që po Petrit Beqirin e nje, e kemi dhe ne një djalin tonë që shkruan poezie, shkruan gazeta. I them unë e njo. Si e nje? Ne e njohim njëri tjetrin dhe shumë nga shkrimet dhe nga poezi. Pra që atëra e kam jorë Petritit edhe pa takuar fizikisht. Tani, e di që Petriti do më zëmërohet, po të mos e fjallën për qoftë edhe një fjalli të vetëme. Kjo duhet bërë, është forca e zakonit. More, unë nuk flasë zot pa letër. E kam shumë të vështirë të. Kam shkruar të gjëra të shumë pak. Ky libër, edhe pse ka një tematikë për vdekjet, është një libër për jetën. Nuk kam synuar për zgjedhje njerëzish, as nga pozitat dhe ofiqet dhe as nga titulli dhe gradat në të gjallë të tyre. I vetmi titulli të tyre është njeriu, që më grishi në momentin që kam dëgjuar largimin e tyre nga jeta, pa marrë parasysh se kujt të komuniteti i përkiste, apo pa u nisur fare nga profesionet apo detyrat që kanë bërë, që nga njeriu më i thjesht dhe deri tek artisti, doktori, profesori. Poezia ime nuk përzgjedh, por do thoshja personazhi ma ka përzgjedhur poezinë time. Me këtë libër, sikur kam hapur një parcelë të veçantë në qiellin e poezisë time, duke ngritur varoshe ku poezia është epitafi i shkruar nga unë që mban firmën time. Faqosja është emocionuese për nga detajet e gjithë secilit, pa diferenca në përmasa, por thjesht janë ata që flasin me gjuhën e thikuve. Vëmendja dhe kujdesi në gjetjen e detajit ka prodhuar poezi që nuk ka përsëritje. Secila poezi mbahet mbi të veçantën e saj, siç janë të veçantë gjithë emrat e këtyre njerëzve. Në promovimin e sotëm, që na mblodhi të gjithëve bashkë, këtë promovim do ta quaj si një ditë përkujtimore për ta dhe si përshpirtje për personazhet konkret të këtij libri. Kjo bë sot dhe një ditë përkujtimore që rastisi bukur edhe në një ditë të shënuar që është dita e Pashkës. Do thoshja, Zoti di se ç'bën. Gëzuar Pashkë. Tani fjala për ju, kush ka ndonjë brez, ndonjë kujtim, le ta shprehë me fjalët e veta. Petriti, ashtu siç ka vazhduar arshimin e tij të lartë për dy letërsi. Unë do ta krahasoj me një divardje të Samir Frashit. Kjo thoshte, në do të mbillësh misë, në do të punosh për një vit, mbill misë e grur, në do të punosh për gjithë, mbill arsim, mbill futur, i tillë dhe Petrit Beqiri, tenda e tij artë, dhe të japë libra e figura më të shquara. Arben Zami, ishtë dikur korrespondent i gazeta, para roja dhe puna. Shoku Petrit, o shoku i dashur, kemi 50 vjet jemi njohur bashkë, edhe ke qenë figur edhe një nga redaktor më të mirë të gazetës Paroja. U vërtet ishte antar kolegjiumi dhe njëri i jashtëm, po ke bërë një epokë jashtëzakonisht jetës tënde. Edhe ky libër do të qiririt
e që libër artistik që ka një përmbajtje të madhe artistike në vetë vete. Do të se qirit janë të radhë të bashkuar të poezi. Edhe të urojmë shpejt, të vam të mbanë, edhe kalëm të gëzuar se i ti të ke qënë dhe i ti djetë dhe i ti të mbetësh. Njeri gjaruar. Në emër të shoqatës kulturore adjetare Lazarati, përshëndes zotin Petrit për aktivitetin që bëri. Është emocion i veçantë që të përfaqësoj këtu dhe të gjithë artistët që merren në art ose në muzikë nga fshati Lazarat. Suksese të mëtejshme dhe të jeni mirë të gjithë. Bekojmë shumë favor që ndodhen këtu sot vërtetësisht dhe për të promovime që duhet të jenë dhe më shumë këtë e kam dëshirë të parën e dyta vërtetësisht jam i prekur që unë rita jashtë mase. Sepse çdo njeri është vërtet ajo parcela e këto Petriti, që është e veçanta e gjithë se ne vim nga i lukë të motivuar të ndryshëm. Dhe sigurisht jo pak, nuk vim këtu si kokvogji, po vim edhe t'japim mendim dhe nesër unë do bëj një promovimin tim të këtij libri dhe në shtëpi, dhe në fis, dhe në lagje, dhe ku do që t'jemi. Vërtetësisht të mirën të japim vërtetësisht dimension të mirave. Prandaj them se këtu mund të heqësh një personazh dhe bë patjetër një personazh të familjes tënde, që mund të gjesh të panurta njerëzit janë që mund të vendosin vërtetësisht ngjarje të tilla. Prandaj do të uroj dhe do kërkoj që ti kemi sa më shumë promovime të tilla, por në veçanti je i veçantë me këtë parcel të veçantë Petrit, të uroj unë të njoh që herët se jemi të pazarit të dy, të uroj gjithmonë inshallah mase i bën gjë edhe më të mirë. Vërtetësisht kjo më duket shumë brillante. Faleminderit. Unë ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen edhe po më pak sot kam qenë çik më i trisht se çdo herë tjetër. Pse? Sepse nuk merren të gjithë. Unë sot doja që të ishte plot salla. Plot. Megjithatë juve ju falenderoj, juve prindërve, familjarët e njerëzve që na mungojnë sot, po na mungojnë fizikisht, e thashë në fillim, po i kemi pranë çdo ditë. Dhe do mblidhemi çdo vit. Këtë libër të Petrit Beqirit do ta kujtojmë çdo vit dhe do ta quajmë dita e tyre. Për të gjithë ata që na kanë ikur dhe që i kemi në sy, në zemër dhe në mendje. Faleminderit.